Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi shënoi këtë 9 maj 10 vjetorin e inaugurimit të tij, duke përkujtuar një dekadë aktivitetesh kushtuar ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë fotografike shqiptare. I hapur në Ditën e Europës në vitin 2016, muzeu u konceptua jo vetëm si një hapësirë arkivore, por si një institucion kulturor ku fotografia shërben si dëshmi historike, kujtesë kolektive dhe një mjet reflektimi mbi zhvillimin shoqëror ndër vite. Për vjetori përkon edhe me ditëlinjën e Geg Marubit, fotografit të fundit të dinastisë Marubi, i cili luajti një rol kyç në ruajtjen e koleksioneve fotografike të Shkodrës, duke i shpëtuar ato nga humbja dhe duke vendosur themelet e arkivit më të rëndësishëm fotografik në vend. Gjatë 10 viteve të fundit, muzeu është kthyer në një qendër arkivi dialogu mes historisë dhe artit bashkëkohor. Institucioni ka organizuar rreth 40 ekspozita, mbi 60 konferenca, biseda dhe ture kulturore, si dhe afro 200 punëtori dhe masterklasa edukative për publikun dhe të rinjt. Një nga dimensionet kryesore të punës së muzeut ka qenë konservimi dhe zgjerimi i artit fotografik, nga rreth 490.000 negativ që numëron te fondi një dekadë më parë. Sot arkivit i afrohen 545.000 fotografi, ndërsa rreth 80% e materialit është konservuar sipas standardeve profesionale, duke garantuar ruajtjen afatgjat të memorjes vizuale shqiptare. Në planin ndërkombëtar, muzeu arriti një nga vlerësimet më të rëndësishme në vitin 2017, ku u përzgjoll në listën e ngushtë për çmimin European Museum of the Year. Ndërkohë në vitin 2025, aktiviteti i tij u regjistrua në programin ndërkombëtar UNESCO Memory of the Year, duke marrë njohje globale për vlerën historike dhe kulturore që mbart. Në kuadër të 10 vjetorit, Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi ka paralajmëruar një ekspozitë të veçantë kushtuar John Mili, fotografi shqiptaro-amerikan me famë botërore. Për herë të parë në Shkodër do të prezantohet koleksioni origjinal i tij i ardhur nga New York. 10 vite pas hapjes së dyerve, Muzeu Marubi mbetet një nga institucionet më të rëndësishme të kujtesës kulturore në Shqipëri, duke vazhduar të ndërtojë ura mes arkivit historik dhe leximit bashkëkohor të fotografisë.